Kretë në ka ndodhë mi harru dokumentat edhe me unis për udhtim. Mirë, po kjo që kemi u tërgu në vazhdim, besoj nuk e keni ndëgju, e as nuk ka me ndodhë pra. Po bëhet fjallë për një fluturim nga Los Angeles për në Shanghai, që u detyrua të kthehej e të ateronte në San Francisco, sepse piloti kishte harruar pasaportën. Pra, 2 orë pas nisjes në një udhtim prej 13 orë e gjys, piloti i United Airlines Flight 198 njoftoi pasagerët me altoparlant se avioni do të kthehej, jo pse i ka ra pishmon, por ai nuk do të lejojë të hynte në Kinë pa pasaport. Pasagerët thanë se piloti duke i frustruar teksa e shpjegonte situatën, por kompania kishte organizuar menjëherë një aeroplan dhe ekuipazh tjetër që të rifillonte fluturimin për në Shanghai. Në San Francisco, pasagerëve ju dhanë kupona ushqimi dhe ju premtua kompenzim për vonesën, ndonse shuma ende nuk është bërë e ditur, po dikon ka 5 milion që ka me kërsi gjithçysh. Pasi United Airlines transferoi të gjitha bagazhet në avionin e ri, pasagerët u nisën përsëri dhe arritën në Shanghai me një vonesë prej rreth 6 orësh nga koha e planifikuar fillimisht. A kish mujt kjo me ndodhë me një kompani shqiptare? Jo, sepse nuk kemi kompani shqiptare që nuk e kena na United Airlines, Kosova Airlines, dhe mas bëne e gore.